Në klubin turk të Sivasporit po priten ndryshime të rëndësishme në strukturën drejtuese, të cilat kanë sjellë një periudhë pasigurie për planifikimin e sezonit të ardhshëm. Në këtë situatë vëmendja është përqendruar te sulmuesi shqiptar Rei Manaj, i cili sipas raportimeve nga ambientet e klubit nuk është më pjesë e planeve prioritare për sezonin e ardhshëm. Me ardhjen e një drejtimi të ri të një riorganizim të pritshëm të skuadrës, pozicioni i tij është bërë gjithnjë më i pasigurt. Sipas raportimeve nga mediat turke, Manaj nuk shihet më si pjesë e planeve kryesore për të ardhmen, edhe pse ka qenë një nga emrat më të rëndësishëm në fazën ofensive të ekipit. Pozicioni i tij është dobësuar për shkak të formës së paqëndrueshme dhe mungesës së vazhdimësisë gjatë sezonit të fundit, duke bërë që drejtuesit të rishikojnë seriozisht rolin e tij në projektin e ri sportiv. Kjo situata është më rikthyen sërish në qendër të vëmendjes sulmuesin shqiptar që iku me shumë polemika nga Sivaspori, por më pas u rikthye sërish në skuadër duke qenë i gatshëm të ulta rrogën. Dëmtimet dhe kostoja. Sezoni i fundit ka qenë i vështirë për Manaj pasi ai është përballur me disa dëmtime që kanë ndikuar drejt për drejt në ritmin e tij të lojës dhe në aftësinë për të qenë konstant në fushë. Këto probleme fizike kanë bërë që ai të mos arrijë nivelin e pritur nga klubi dhe tifozët, duke krijuar një situatë ku performanca e tij nuk ka qenë gjithmonë në përputhje me pritshmëritë e vendosura në fillim të sezonit. Një tjetër element që po ndikon në diskutimet për të ardhmen e tij është kostoja financiare e kontratës së tij, e cila konsiderohet ndër më të lartat në skuadër, në një moment kur klubi synon të ulë shpenzimet dhe të krijojë një balancë më të qëndrueshme ekonomike. Pagat e larta të disa lojtarëve janë kthyer në një çështje të rëndësishme për ristrukturimin e ekipit dhe Manaj është një nga emrat që po shqyrtohet në këtë drejtim. Planet e klubit. Sipas mediave turke, minjëherë pas formimit të bordit të ri drejtues, pritet të zhvillohet një takim me përfaqësuesit e lojtarit ku do të diskutohet ardhmja e tij në mënyrë të drejtë për drejtë. Në këtë takim do të analizohen të gjitha opsionet e mundshme duke përfshirë vazhdimin e bashkëpunimit ose një zgjidhje të kontratës nëse palët nuk arrin një marrëveshje për kushtet e reja. Në ambientet e klubit po forcohet gjithnjë më shumë ideja se largimi i sulmuesit shqiptar është një skenar i mundshëm, sidomos nëse nuk gjendet një kompromis për aspektin financiar dhe rolin e tij në skuadër. Megjithatë, vendimi përfundimtar pritet të merret vetëm pasi të stabilizohet plotësisht struktura drejtuese e klubit dhe të përcaktohet qartë projekti sportiv për sezonin e ardhshëm, duke e lënë kështu të hapur të ardhmen si për Sivasporin, ashtu edhe për Rei Manaj. Ditët e merkatos pritet të jenë të nxehta për sulmuesin ndoshnjar, i cili shpeshherë ka qenë protagonist me klube të ndryshme. Manaj ka qenë padyshim një nga lojtarët më të suksesshëm dhe me Shqipërinë dhe kolashënuese kuqezimve, megjithse në ndeshjet e fundit mungoi për shkak dëmtimi. Sulmuesi lushnjar kujtohet për golin e realizuar në Laskovsk kundër Serbisë në fitoren e madhe 0-1 të kuqezimve.